Ju po thoni që ja keni pa sherrin asaj deklarate të Albin Kurtit? Jo sherrin, po ajo po shihet për i haune, që i ka dëmtu jashtëzakonisht shqiptarët e Maqedonisë. Nga një hap pas shkohet, kontestohet gjuha dhe nuk përdoret më, si që është përdor në për institucione. Përfaqësimi të i drejt është hik, me moton jo etni por cilësi, në për komisioni i ke Kret Maqedonës, Ermal Panduri, nuk i plotëson kushtet sepse Zhifku është shumë më i mirë se sa Ermali. Kjo të sjell jo etni por cilësi. Kjo më ka dëshpëruar. Keni pasur komunikim me Albin Kurtin? Më herët, po. Albin Kurti ka qenë disa vizita këtu në Selin time, me orë të tëra, nga 5 orë, 6 orë. I kam bërë shpjegimet, mbi zhvillimet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mbi organizimet politike, mbi platformat politike, mbi zhvillime ma të komplikuara dhe delikate, jo vetëm Maqedoni, po nivel edhe kombëtar, edhe në nivel rajonal. Përsëri po them, pavarësisht mbështetjes që u ka dhënë, po spaku, të mos devalvonte çështja shqiptare në këto përmosa kaq serioze. Sepse shqiptarëve të Maqedoniu duhet kohë për ta riparu tani këtë gjendje që është kriju. Aq ma keq, me prononcim lidhur me përdorimin e gjuhës shqipe. Ju po thoni që ja keni pa sherrin asaj deklarate të Albin Kurtit? Jo sherrin, po ajo po shihet për i haune, që i ka dëmtu jashtëzakonisht shqiptarët e Maqedonisë.